Konkluza të reja nga Këshilli Evropian dhe respektimi të drejtave të komunitetit Maqedonas në Bullgari janë mesazhet lidhur me proceset eurointegruese dhe çështjet e hapura me Bullgarinë, të cilat i përcolli lideri i Partisë VMRO të TPMN, Kristian Mickovski, në kongresin e djeshëm, duke ripërsëritur qëndrimin se nuk do të heqë dorë nga pozicioni i tij lidhur me ndryshimet kushtetuese. Ako na vistina nikoj nema problem со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик, и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме. A do të jetë kjo strategjia që ai do ta ndjek pas festave të vitit të ri, për kohën kur priten hapa më intenziv në rrugën eurointegruese të vendit, mbetet për të parë, por ai kërkon hapur që negociatat të zhvillojnë me liderët evropian. Ne kemi një çështje të hapur me fshinjët tanë lindor, por duket se nuk kemi bashkëbisedues nga ana tjetër, theksoi Mickovski. Подготвени сме да разговараме, но прво нека се одлучат какви разговори сакаат да имаме. Билатерални или разговори со Брисел. Ако се билатерални, тогаш се потврдува нашата теза дека ова е билатерализација на нашиот европски пат. Ако сакаат да разговараме во Брисел, во присуство на евродипломатите, подготвени сме да заминеме уште утре и да ги презентираме нашите аргументи. Javën e kaluar u miratuan draft konkluzat e Bashkimit Evropian, ku theksoi se Maqedonia duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese para se të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare me BE-n. Ambasadorja gjermane Petra Drexler në një intervistë për Radio Evropa e Lirë theksoi se hapi i radhës që Maqedonia duhet të ndërmerr është shumë i qartë. Mal gilt es zu unterstreichen, dass diese Zusage, dass es keine weiteren Verzögerungen und keine zusätzlichen Bedingungen über das hinaus, was schon vereinbart wurde, geben wird, das hält. Das ist nicht nur die Auffassung der Europäischen Kommission, das ist die Auffassung von der Europäischen Union insgesamt. Lidhur me kongresin e djeshëm të VMRO të TPMN-s nga partia LSDM, u komentua se ai përfaqëson, siç thuhet, kongresin e fëmijëve të Orbanit.